Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky mund të vizitojë Washingtonin javën e ardhshme në një përpjekje për të sqaruar dhe negociuar detajet e planit të paqes me 28 pika të hartuar nga presidenti amerikan Donald Trump. Lajmi u bë i ditur nga disa agjenci perëndimore lajmesh të cilat citojnë burime diplomatike të konfirmojnë se takimi është në fazat e fundit të planifikimit. Sipas këtyre burimeve, bisedimet do të përshëndrohen te njësia më e ndjeshme e planit, mundësia që Ukraina të pranojë lëshime territoriale për Rusinë. Plani origjinal nuk është bërë publik, por ka gjerësi në media, duke nxitur debat të forta. Në draftin e rrjedhur përmendet që Ukraina të heqë dorë nga rajonet Donetsk dhe Luhansk, si dhe nga Gadishulli i Kremes, teritoret e aneksuara të kontrolluara nga Rusia. Ashtu Kievit i kërkohet që të përfshinë në kushtetut heqjen dorë nga antarësimi në NATO. Sipas planit, në këmbimin e këtyre lëshimeve, Ukraina do t'i garantoheshin disa forma të sigurisë, kryesisht nga Shtetet e Bashkuara, që do t'i hapej rruga drejt antarësimit të Bashkimit Evropian dhe do të përfitonte mbështetje të rëndësishme financiare për rindërtim. Nga ana tjetër, Moska do t'i hiqeshin disa sanksione financiare dhe do të kërkohej të tërhiqen nga disa zona të tjera Ukrainase të pushtuara. Propozimi ka nxitur reagime të hashpra jo vetëm nga Kievi, por edhe nga disa aleatë evropianë si dhe ligjvënës amerikan, përfshirë edhe kongresmen republikan. Kritikët e kanë cilësuar planin si lista e dëshirave të Kremlinit, duke paralajmëruar se lëshime të tilla do të cënonin sigurinë europiane dhe parimet e së drejtës ndërkombëtare. Në anën tjetër, Trump ishte shprehur i pakënaqur me refuzimin e menjëhershëm të planit nga Ukraina dhe partnerët evropian, duke insistuar se propozimi i tij mbetet rruga më e shpejtë drejt mbylljes së konfliktit.